Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon një njeri pasanik negativ, dorë shtrenjtë, koprac, edhe ka do njerëz edhe familjes vet nuk i dalin hakut. A tham, tu e shtrëngu dorën, tu mledh, tu pasuri, as prindërve nuk ju del hakut, as e vladit nuk ju del hakut. Mos flasim më të tjerëve. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ki person ka hyrë në zyrën e vet dhe ka qit llogarit, edhe po bën llogari pasuninë e tij, dhe ai duke bë llogari derën e kish mbill mirë, fort. Edhe kur e shef një njeri para vetes, ama i panjofshëm, i trishtushëm, tha vëlla kush je bre ti? U trem, u frigu. Tha mos bonzo. Tha mos bonzo, lej ato muhabete, çka je tu bën lej, tha ka mbaru, bënu gati me ta marr shpirtin. Ha? Po kush je ti? Tha, jo Mazraili, ne i thom Mazraili, ha? Melekul Maut. U habit, u çudit. A momre vëlla, tha. A bashkë që kështu, po tha, gati, bënu gati, ma shpejt. A ma fal bre një vjet, tha, ma fal një vjet i kam do punë, një vjet tha shumë është për më. Unë jam i urdhëruar për Allahu dhul Gjelal me kry detyrën time. Melekul Mauti qatë detyre ka, me urdhën të Allahu dhul Gjelal, shkon me shpirtin u kry muhabet. Tha, nuk mundet, tha hiq, tha, 24 orë. Jo, tha, nuk mundet, bënu gati. Në fund, tha, ta jap, tha, kret pasunin. Vetëm një orë, ma fal, këtë qka kom të kofshin, ti nënshkruj, vetëm një orë, qkoj beret e familja të. Jo, tha, shumë është një orë. A mambre, as një orë nuk ban, ta nuk vlenë. As një orë, heq, shumë është, gati. Tha, a më lejon të shkruj një fjallë? Shkruj, tha, edhe atë ma shpejt. E mori lapse në shkrujti. Mjeri unë. Gjithë pasurin e dhash një orë së ne blejta. Një orë së ne shtyna. Një orë së ne prolongova. Kur të vi urdhni Allahu dhul Gjelalu kri. Prandaj hasibu kable entu hasib. Pregaditu vllajdar. Mos e harro këtë moment se të gjithë që jemi ne që këtu, edhe të gjithë njerëzit, për moment jemi potencial me vdek. Kush të garanton? Kush të garanton se ke ardhë në xhami dhe shkush me kamptua? Kjo nuk është për të frigu, kjo është për të pregadit. Kjo është për të mos me u habit. Gjithmonë ta kem parasysh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja ai, ja kush. Por në çdo mbrëmje jo drejtu Allahu dhul Gjelal me lutje. O Zot, nëse sonte ma merr shpirtin, që ka qenë i gatshëm, nëse sonte ma merr shpirtin, ma merr me iman. Pejgamberi lutet Allahu dhul Gjelal që t'ja merr shpirtin me iman. Po nëse më jep mundësi të jetoj deri në mëngjes, mundësoma të jetoj si musliman. Pra ja jetë musliman, ja vdekje me iman. Lutja jonë është për o Zot, sa të jemi të gjallë, na mundësot të jetojmë si musliman. E kur të marrë shpirtin, na merë me iman. Por duhet të pregadisim veten, jo vetëm lutje me bo, po me pregadit veten për këto.